Cilat pasoja, që përmendëm, mund të ketë mungesa e vaksinimit të një individ, por në nivel komunitar, cilat janë ato pasojat? Po. Jo rastësisht është vendosur që me qenë vaksinat e obliguara me ligj që të mos rrezikohet popullata. Nëse 95% janë të vaksinuar, atëherë nuk e kemi në mesin ton këto lloje sëmundjeve me të cilat ne e vaksinojmë popullatën. Një mungesë e vaksinimit në një grup, është një grup i rrezikuar i cili është në vazhdimsi një rrezik për popullatën në përgjithësi. Ne kemi pas epideminë e frutit 2017-18 ku fëmijët e parë të cilët na u kanë paraqit të infektuar kanë qenë të ardhur nga shtetet fqinje dhe pastaj disa grupe të cilët nuk kanë qenë vaksinuar në komunën e Fushë Kosovës janë infektuar me virusin e frutit dhe pastaj prej atij grupi vulnerabil është përhap sëmundja në të gjithë popullatën në ato grupe të cilat ende nuk kanë qenë të vaksinuar. Po si ndikon imuniteti i tufës dhe pse është i rëndësishëm për mbrojtjen atyre që nuk mund të vaksinohen? Po, shumë pyetje me vend. Ndonjëherë personi nuk mund të vaksinohet për arsye të ndryshme. Për çdo terapi dhe çdo medikament që e marrim, çdo vaksinë ekzistojnë edhe kundërindikacionet. Kundërindikacion është atëherë kur vendoset mos me dha një vaksinë për arsye të ndryshme. Për shembull tek vaksinat e gjalla nuk ju japen personave me imunitet tolet. Pastaj janë disa është vaksina e memari që nuk japet në 1 vjet me qenë se fëmiu e bartë një imunitet nga nana edhe për herë të parë rekomandohet të vaksinohet në moshën 1 vjeçare për me e arrit imunitetin e lartë. Pastaj persona me sëmundje kronike, me ndonjë sëmundje akute me temperaturë të lartë, domethënë janë disa kundërindikacione që ata persona nuk kanë pas mundësi të marrin vaksinën edhe janë një grup shumë i ndihshëm të cilët mund të infektohen edhe të sëmuren për arsye se rrethi nuk e kanë të vaksinuar. Prandaj, që imuniteti i tufës arrihet kur vaksinohen mbi 95% të popullatës edhe ne jemi rahat, kemi një mbulueshmëri të lartë edhe e dim që është popullata e vaksinuar. Për çfarë do sëmundje të kemi në rreth, nuk do të na sëmuren popullata, siç është rasti tani me frutin në të gjitha shtetet fqinje janë duke vuajtur nga epidemitë e frutit të njëpasnjëshme, derisa te ne një rast ka qenë në vitin 2023 e deri në botë kanë qenë 10 milion raste me frut. Fruti është një sëmundje që lën pasoja dhe mund të shkaktojë edhe vdekjen. 1 deri në 2 persona vdesin në 1000 të infektuar. Prandaj është një sëmundje me një rrezikshmëri të lartë. Kosova ka një mbulueshmëri të mirë me vaksinën e MMR-it, prandaj edhe kemi ende një situatë të qetë, por do të thotë se do ta kemi edhe në të ardhmen.